në shtete ose republikane, ose shtete socialiste, po që demokratët nuk kanë pushtet të plot, ashtu si të plot nuk e kanë në asnjë vend, po një pushtet shumë të madh, siç është New Yorku dhe Kalifornia. Dhe rasti jon i shqiptarëve është që ne pjesën më të madhe të shqiptarëve e kemi në New York. Pra në një nga këto dy bazat e socialistëve dhe kjo e impakton shumë komunitetin. Dhe kur ne dalim dhe japim feedback, do thoya që kur dalim dhe japim feedback është shumë ndryshe në New York dhe shumë ndryshe në Michigan. Në Michigan është pritur shumë e pabesueshme. Themi ore nuk ka mundësi themi sepse ato shifra do të reflektojnë edhe personat që ne njohim. Nëse 40% e jona merr ndihmë sociale, nëse unë njoh 100 shqiptar, domethënë mund mos kem 40 saç është statistika, po do kem 30 për shembull, se bie rasti në makro, mund kem 60. Dhe këtu është pritur e pabesueshme. Në New York është tjetër gjë sepse New Yorku ashtu funksionon. Dhe dua të kujtoj pak që kjo ka ndodhur dhe në mandatin e kaluar të Trump para midterms. Dhe është edhe strategjia e brendshme e Trumpit për të mbajtur magën të zgjuar ose aktive, sepse maga i ka qefto. Po, më thuaj. Cili është qëllimi i presidentit Trump? Si flitet aty në mediat lokale? Se është ndryshe neve këtu në Shqipëri që shikojmë kur bën deklarata Trump, e shikojmë në spektrin e geostrategjisë apo geopolitikës botërore. Dhe është ndryshe aty tek komuniteti ose te votuesit amerikanëve. Votuesit amerikan për Trump ose për XYZ nga Partia Demokratike. Pra, miqtë mi në Amerikë thonë që ky do të dali si presidenti i cili ka paguar borxhin publik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa e vërtetë është kjo? Sa qëndron kjo si argument? Si qëndron si tezë? Argumenti pra se më drejtove dy pyetje. Pyetja e parë është si e kemi parë ne në mediat lokale. Si e kemi parë ne në mediat ose çfarë thon mediat amerikane këtu? Çfarë thon mediat amerikane këtu? Një tezë shumë e përdorur është ajo që unë e thash shumë shkurt. Pra është e njëjta strategji të cilën Trumpi e nxjerr para midterms. Një strategji që është mirëpritur dhe ja ku është fakti, është mirëpritur nga pjesa ultrase republikane, e cila thot bravo president që i nxirrni këta, që taksa paguesit amerikan japin para për këta, ta vinë nga jashtë. Pra është kjo tezë e republikanëve që ka populizëm brenda vetes vetë dhe nuk është hera parë që po e shohim. Po ishte hera parë që po e shohim të bërë nga presidenti Trump, mbase mund të dyshonim. Është hera dytë fiks para midterms dhe krijohet kjo lidhje. Dhe bashkë me këtë lidhje dalim dhe te diçka tjetër, që është pikërisht fakti që është pra New Yorku pati një kryetar bashkie që pati disa konflikte me Trumpin, dhe Mandani është një super populist, është shumë i aftë. Solli disa gjëra që nuk e kishim parë ndonjëherë, po nuk e kishim parë ndonjëherë një kryetar bashkie që të dilte aq i fryr para presidentit. Dhe kjo është shqetësim për krahun republikan. Dhe këto komunitete që kanë marrë këtë sulm nga Amerika, jo nga Trump, se e përdorim Trumpin sikur e ka bërë Trumpi personalisht, nga Amerika republikane janë komunitetet të New Yorkut. Pra është në një farë mënyrë është loja e brendshme para midterms. Kështu e shohim ne këtu. E shohim është thjesht çështja e votave që do merren në midterms. A i prish kjo punë edhe republikanëve? Për shqiptarët mbase mund t'i prishi shumë pak punë, për shembull, sepse kandidatët shqiptarët që janë me republikanët tani kanë edhe një pyetje shtesë për t'u përgjigjur mediave, sepse sigurisht do t'i pyes, "Ore, çfarë mendimi ke për këtë që na bën ne?" Ashtu si ne shqiptarët, sirianët, ishin ukrainasit, ishin ata nga Moldavia, nga Maroko, që të gjithë ta flasim janë me bazën më të madhe në New York, në bazë të statistikave që Amerika ka. Ai të sakta sa mund t'i ketë. Dhe që janë të sakta, por janë të sakta vetëm për brezin e parë. Dhe ndjes se duhet ta kisha thënë që në fillim këtë. Statistikat njerëz janë pra Amerika ka të dhënat nga e ke ti përardhjen, pra ti ke lindur në Shqipëri dhe ka ardhur këtu. Nëse ti ke bërë fëmijë këtu ka vazhduar brezi i dytë e deri brezi i tretë, këta nuk janë ata shqiptarët që po flasim ne. Pa kur ne kemi 10 shqiptarë këtu, po flasim për 4 prej tyre. Pra për një përqindje të saktuar të komunitetit, e cila është kjo përqindje që Amerika i njeh si shqiptar të ardhur nga Shqipëria. Përjashtojmë Malsinë e Madhe, që janë si të Malit të Zi, që Mali i Zi është gjë tjetër, Maqedonia që nuk ishte është gjë tjetër, Greqia që nuk ishte është gjë tjetër, mund vinë nga Presheva, kanë më pak. Por Malësia e Madhe njerë këtu në Michigan për bën një pjesë shumë madhe të komunitetit dhe ja vlen dhe kjo për të përmendur si argument, duke bërë më të vogël akoma për syrin ton këtë gjë dhe revoltën ton më të madhe.
Por nuk besoj se revolta jonë duhet të jetë aq e madhe kundër një krahu politik, sepse është thjesht çështje e brendshme. Nuk mund të them që shifra është e manipuluar, por them që shifra mund të keq reprezentohet. Dhe sigurisht, po pse? Do të thënë un pash ishin diku te 55% e shqiptarëve, të cilët vinin, mos gabofsha, ishin në marzhin 45-55%, që merrin asistencë sociale dhe punonin në të zezë. Tani, le të mos e shikojmë njëherë me mentalitetin e emigrantit. Le ta shikojmë me mentalitetin e Shqipërisë, pastaj po ta përziem me të Kosovës, nuk e di sa nuk e di sa e kishte Kosova, e kishte më të lartë se sa Shqipëria. E kisha afër 50-s dhe mesatarja del Shqipëria kishte 41.4. Ideja është vlla, ja, 40%. 40% është më shumë e konsiderueshme. Është tepër e konsiderueshme. Është shumë e konsiderueshme dhe është e turshme që të shkosh në shtetin e mundësive, në shtetin që duhet të jesh punëtor dhe duhet të kesh mentalitet fituesi që t'ja dalësh, që ti ta trajtosh Amerikën si Gjermaninë. Unë kam jetuar në Gjermani për disa muaj. E di kush ishte problemi më i madh i Gjermanisë, i qytetarëve që unë bëja muhabet, që diskutoja? Pse duhet paguaj unë për atë pakistanezin aty? Ky ka lindur 8 fëmijë, nuk do me punu, merr social nga shteti, 900 euro, 980 euro, merr edhe banesën falas. Dhe ndërkohë i punonte në zez. Ndërkohë që unë që isha me letra, për shembull, paguaja 42% taksa. Duke e parë nga mentaliteti jo i emigrantit, po duke e parë nga mentaliteti një Amerikan i vendas, taksa pagus, kjo është politika më e mirë që mund të bëjë një shtet. Të t'jap mos harrojmë diçka. Këtë mentalitet e kanë dhe shqiptarët. Shumica e shqiptarëve votojnë për Partinë Republikane. Dhe vota për Partinë Republikane është pikërisht kjo lloj pjese e mentalitetit. Por kjo përqindje e shqiptarëve është e konsiderueshme, po kjo është një përqindje që ti mund të kesh marrë ndihmë qoftë edhe vetëm një herë. Ka shqiptarë këtu që kanë ardhur dhe në një periudhë të caktuar të jetës kanë marrë një ndihmë sociale nga shteti dhe sot janë milionera dhe sigurisht i kanë dhënë shtetit shumë më shumë se i kanë marrë. Por familja e tyre është brenda përqindjes. Pra, llogaria që duhet bëjmë ne nuk është sa përqind kanë marrë ndonjëherë ndihma. Llogaria që duhet bëjmë ne është sa marrin dhe sa japin. Dhe këtë llogari ne nuk e kemi. Nuk ma ha mendja që sistemi amerikan i pasyrimit të dhënave statistikore për ndihmën sociale është i pa updateuar vëlla. Nuk është çështja pa updatimit, sepse po t'ishte ashtu nuk do bënda këtë populizmin politik të brendshëm. Pra çështja në shërbim të midterms, të zgjedhjeve jemi në fushat. Pra mos harroni jemi në fushat. Këtë e kuptoj unë. Çdo ditë në politikë është fushat. Fushata nis që pas ditës fitores. Në datën 20 janar të 2025-s Trumpi u certifikua si presidenti 47 i Amerikës, në po atë ditë ai ka filluar fushatën e vet politike. Është jetesa politikanit varet nga kjo lloj mënyre të bërit fushatës. Nuk merrem fare unë, kjo është argument plus. Unë merrem vëlla me potencialin e shqiptarëve, të cilët shkojnë në Amerikë dhe prap e trajtojnë Amerikën si me vjel. Pra, si mund të rish pa punë edhe të mbash social nga shteti amerikan, nuk kuptoj vëlla. Statistika që nxorën ishin 206. Jo, një sekond. Statistikat që u nxorën e para ishin pra diku te 206.000 shqiptar, për të cilëve 6.000 e ca ishin të papunë. Përjashtojmë pjesën që janë student, janë fëmijë, janë pensionistë, janë që përjashtohen dhe pjesa që është e papunë ishte 6.000 e ca në 206.000 dhe kjo pjesa tjetër me student, me pensionistë, si thash, ishte 40 afërsisht 50.000, po them. Po e rrita pak, ishte 40 e ca e bëra me prafërsi, se edhe ato prafërsit kanë atë rëndësinë e tyre së funditës 200.000 për 200.000 veta jemi duke folur. Dhe këta persona nuk vazhdojnë ende të marrin ndihma që janë brenda kësaj përqindje, siç thash. Pra un kam dhe një rast konkret për këtë. Pra një person i cili është ajo përqindje, nuk është ai e ka me emër, po se ka marrë ndihmë në një moment të saktuar të jetës dhe sot nuk merr më ndihma. Madje sot është biznesmen dhe merret me filantropi. Tani ky person del aty. Ndërkohë faktikisht kjo nuk do të thotë se ky person po e vjel shtetin amerikan. Pra nuk është çështja, nuk po them që janë të pa updateuara. Është çështja që kemi marrë vetëm përqindjen sa kanë marrë ndonjëherë ndihma.
Dhe ne jemi ata që po vazhdojmë dhe po e frym dhe po e rireprezentojmë në mënyra të ndryshme. Pra do me thënë, kur e reprezentojmë informacionin, duhet shohim në fund të ditës apo vilet shteti, apo thjesht çështje përqindjesh. Pra sa persona dhe sa para janë gjëra të ndryshme. Dhe a i marrin më këta persona këto para janë prapë gjëra të ndryshme. Kosova është akoma dhe më ndryshe nga atë fatkeqësitë e luftës që ka kaluar, ka qenë deri vonë me probleme, ata persona janë larguar dhe kështu është justifikuar dhe Ukraina sot, që është pjesë e listës. Pra një popullsi që po largohet nga lufta dhe ka filluar të përshtatet. Ata kosovarë sot mund të kesh biznesmen. Pra nëse ne, shteti amerikan, do na nxirrte shifrën sa prej këtyre personave kanë marrë ndihma ose jetojnë me ndihma sociale, ose jetojnë kryesisht me ndihma sociale, atëherë mbase po, mund të nxirrim sa prej tyre kanë edhe punën në të zezë. Sigurisht ka persona që punojnë në të zezë si çdo popull, po nuk është kjo përcaktues. Mbase një nga popujt që nuk është fare pjesë e listës mund të ketë më shumë akoma se ne. Më kupton? Pra është një statistikë që nuk mund të flasim shumë, sepse mund të mund të jetë ore. Kjo që thua ti, por nuk e dim. shikoj tani. Po e trajtojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sikur është Republikë Bananesh vlla. Do të thënë që vetëm neve na hyn hak. Si ka mundësia vlla, vetëm shqiptarëve hyn. Tërë historitë neve na hyn hak vlla. Kaq popull i mirë jemi ne. Kaq popull duri madh jemi, kaq popull punëtor jemi neve, se nuk bëjmë as i shkeljet. Si ka mundësi më Shteti Amerikan na hyn hak neve? Ka mundësi. Po nuk është e turshme, nuk të duket e turshme ty, nuk të duket e turshme që Maqedonia tjetë më mirë se sa Shqipëria. Po mua më duket e turpshme më. Një shtet që s'kishte emër deri dje. Ka pas marrëveshje emri. Një shtet i cili përbëhet nga shqiptar dhe bullgar. Edhe vetë quhen Maqedonas. Është më mirë se sa neve, kjo është e turpshme valla. Po ti je shqiptar, duhet të kesh turp. Me të përjashtu Amerika, me të pezullu Amerika, si, më thënë, nuk e din qofse ka në Europë, apo në botë hipokritikisht shtet më pro-amerikan se sa neve. Nuk ka dhe është dhe ajo që pra problem shumë i madh edhe i qeverisë që po shpopullon një popull pro-amerikan nga Ballkani dhe po fut një popull neutral që vjen nga Azia ose nga vende të ndryshme. Tani, ta kalojmë te gjeostrategjia. Por pa dalë aty vetëm një fjalë të fundit është kemi popullsinë më të madhe në New York. Dhe nuk na ndodh vetëm ne. Ndodh me popullsitë është New Yorku, është vetë shteti super socialist, është progresiv në territorin socialist që ka, pra deri dje nuk ishte kështu që dilte kryetari i bashkisë betoheshe mbi Kur'an, pra totalisht kundër parimit të republikanëve flasë, nuk po them mirë apo keq, nuk po gjykoj fare pjesën e brendshme a duan ndonjë gjëra apo jo. Ti mendon se një musliman do vendosë dorën mbi Bibël? Po pra, por këta musliman do vendosë dorën mbi Bibël. Dhe këta musliman votojnë për këtë personin që i vë dorën mbi Kur'an, i cili në atë vend ka rrethuar të jetë i majt, nuk po e fetarizoj gjën. Por po them si është e vërteta dhe ne kemi shumë shqiptar në New York. Është shumë komente që shqiptarët kanë bërë, pse nuk është ky popull, pse nuk është ai popull, hyni shikoni ku e kanë komunitetin më të madh. Dhe nëse e kanë komunitetin më të madh në zona të majta, atëherë po, qëndron si argument. Po nëse e kanë komunitetin më të madh për shembull në një shtet republikan, normalisht nuk do jenë se nuk janë dot. Pa a jemi ne kaq të shkathët, domethënë sa që pas kemi ardhur ne këtu, pra këtu bëhet banalisht nga populli që nuk ishin fare në listë. Kaq të shkathët pas kemi qenë, dyshoj tek shkallësia jon, që e pas kemi vjel Amerikën kaq shumë dhe pas kemi mbajtur këtë lloj reputacioni si në hije që jo se ne nuk ishte një shifër e papritur, jo vetëm nga ne, po dhe nga komuniteti. Edhe nga popujt të cilët e kanë bërë shumë se ne e thonë, ore, po ju thonë, kur dolet ju. Pra një arsye është popullsia e madhe që kemi në New York. Që është kemi vajtur kur u hapën kufit, kemi vajtur në Greqi dhe në Itali. Ka pas njerëz të tanët shqiptarë, të cilët janë integruar, ka pasur dhe njerëz të tanët, të cilët kanë lënë nam atje, dhe kanë krijuar urrëtie. E vërtet. Dhe kanë krijuar stereotipe. Pra kafsh. I fute shtirit në shtëpi dhe i ngacmoje gruan dhe vajzën.
Dhe këto janë raste që kanë ndodhur vëlla në Greqi, në Itali, se nuk lindu rrethja ndaj një populli kot. Siç u ngritën shqiptarët këtu, pse duhet të vinë afrikanët në xhadër? A kupton, një popull migrator si neve, emigrant, jemi më shumë jashtë se sa jemi brenda, filloni mankoj që tani pse po na vinë afrikanët. Më kupton shpenin? Dhe mos dyshoa si herë aftësinë e një shqiptari për të bërë pisliqe. Sepse neve kemi instinktën e mbjetesës. Po flasim për shtetin amerikan. E di ç'a bëhet. Po pse shteti amerikan, çka ka shteti amerikan? Shteti amerikan i krijuar nga shqiptar, gjerman, anglez, danez, irlandez është, pse ku lindi shteti amerikan, kombi amerikan është krijuar në letër vëlla. Po këto gjerman, danez janë deri para luftës. Është çështja. Po normale që më lart mos e kanë kulturë politike më shumë. Është çështja, pra janë kjo ne nuk mund të gjejmë dot një zgjidhje 100%, domethënë të verifikuar kësaj pune, po unë po vërtitem te dy faktorët, pra te kjo që e thash plot herë, te popullsia e madhe që kemi në një vend shumë socialist që është New Yorku, dhe te e dyta tek etnicitete, komunitete, si mund ta them, të cilët e kanë bërë këtë praktik shumë herë dhe njihen për këtë praktik, pra krijohen këto stereotipet dhe edhe nuk ishin pjesë e listës. Më kupton? Prandaj lind dyshimi. Atëherë i bie. Duhet të jetë më e specifikuar lista. Një sekondë. Po, midtermsat patjetër. Po bëjmë një midtermsat që ta pranoj si argument, edhe dy vëlla, është një mesazh politik i cili po vjen drejt Ballkanit. Ndaj liderave tan. Sepse këto janë formë sanksionimi. Ti ja kupton që në Shqipëri janë teza politike dhe votimi që neve do heqim vizat me Amerikën, një, dhe neve do integrohemi në Europë 2. Janë teza që të vinë mashtrusit një herë në 2 vjet ose një herë në 4 vjet, të trokasin të dera, të hanë dhe bukën, edhe të rrafin krahët, edhe pse të vjedhin për ditë e natë, të thonë shikoj se ne do të fusim në Europë. Neve do t'i heqim vizat me Amerikën. Të është teza e politikanëve tanë kjo. Nuk e di sa në dijeni jeti, po unë që e njoh politikën nga brenda, kam gjuar dhe nga këto thagma. Domethënë, kinse heqja vizave me Amerikën varet nga politikanët tanë, a kupton sa e tmerrshme është se këta të fynë inteligjencën. Se kjo është leitmotivi i gjës, fyra e inteligjencës. E para, u pren në rrugët për Edi Ramën, pra e ka një bumerang shumë të madh, pezullimi i vizave me Amerikën tregon domethënë që Edi Rama nuk i ka hiç fare mirë punët me administratën aktuale amerikane, edhe nuk besoj se do ta ketë ndonjëherë mirë me Amerikën më, sa të jetë në politikë. Dhe e dyta, kryetari jon, komandant lejtnant Edvin Kristaq Rama, ka thënë një thagën tjetër sot. Nuk na fusin dot në Europë deri në 2027 siç u kanë premtuar, sepse nuk kemi sigurinë ushqimore. Domethënë edhe Europa na hoqi kryq. Neve kryqin e hequr e kemi pasur, po thjesht ka pasur disa idiot këtu që besonin se do integroheshim në Europë. Që për mua është lajmi më i mirë, për mua si euroskeptik është lajmi më i mirë që ne mos të antarësohemi në Europë. Për mua si shqiptari devotshëm që jam, do doja që Trumpi, njëjtë me Groenlandën, të vinte dhe të pushtonte edhe Shqipërinë. Ta merrte Shqipërinë. Të bëheshim një koloni penale. Të bëheshim shteti 52 pas Groenlandës. Që ta hiqte këtë klasë të kalbur politike. Por, kjo është lloj gjë, unë që dua të vinë në Amerikë, dua të takoj komunitetin shqiptar, dua të nxjerr vizën, mua tani në mos nuk më pamundsohet, më vështirësohet çamet. Tani çfarë faj kam unë? Që disa bastard atje, disa njerëz të këqinj, të cilët duan vetëm e vjedh, mendojnë se është e drejta e tyre hyjnore që të punosh ti që të rria ai që të jetoj tjetri, se kjo ta diferencion neve të djathtëve nga të majtët vëlla. Po. Në qoftë se unë shikoj një kanaçe mbledhës në rrugë, nuk them sa gjuna është ai, unë them sa e meriton ai atë lloj stadi që jeton. Sepse ashtu mund t'isha dhe unë, po mos punoja. Kurse një majt thot sa gjunaf ta ndihmojmë. Jo vëlla, unë ndihmoj vetëm familjen time, rrethin tim shoqëror, fëmijën tim. Edhe ndihmoj shtetin duke paguar taksa, apo jo? Absolutisht. Siç i paguan ti, siç i paguaj unë,
siç i paguajnë gjithë. Po unë i paguaj taksat për të mirën e përbashkët, jo për të mbajtur me buk disa humbamene dhe disa dembela. Po nuk është Që e vetme gjë që dinë të bëjnë është të pjellin. Se as nuk lindin, është pjellje. Ashtë po, se e humbet atë kuptim shmërinë e gjës. Po prapë se prapë nuk e, pra do të thënë, unë nuk e kam problem që po nëse do ta nxirrte Amerika shumë pastër, do ishte e pamohueshme, po nuk e kemi këtë fakt dhe unë dua ta them pa këtë. Kam kontaktuar sot me një person, nuk do ta them emrin, por që punon dhe merret me këtë punë. Më duhet një informacion nga ai person, dhe ishte shqiptar dhe më mora pozicionin ore si është puna, në sqaro pak. Të lutem se bën shumë zhurmë. Tedit, lutem mos lëviz shumë vlla se bën shumë zhurmë te kufjet kur të kap këmishën. Okej. Ta largoj pak punë. E kontaktova dhe e pyeta për situatën dhe më tha se pra më verifikoj që nuk është situata kështu siç po del për shqiptarët, për komunitetin realisht. Pjesa që the ti se ti u more me një mesazh potencial diplomatik. Ajo është pjesë tjetër, por komuniteti, unë e kam kritikuar komunitetin këtu. E kam kritikuar për shumë punë që i ka bërë në mënyrë të gabuar, ka marrë dhe kritika pas, do vazhdoj ta kritikoj, po kjo nuk është rasti ku mund t'ja hedhim dot këtë faj. Mund ta kritikojmë për mungesën e vetëdijes ose mundit që komiteti merr për të ndihmuar Shqipërinë, po për mënyrën si ka ndërtuar jetën këtu nuk është ky komitet për të kritikuar, ose të paktën do ishin dhe janë 100 të tjerë që nuk janë të ajo listë. Pa kjo është e vërteta që kam marrë të përmbledhur, sepse unë fora një orë në telefon, ma sqaroj me shumë gjëra të cilat edhe unë edhe po të përpiqem t'i prodhoj, nuk i prodhoj dot sepse terma çështje janë persona ekspert që merren me këtë punë dhe nuk është ky rasti. Realisht nuk është ky rasti. Kemi shumë gabime, po nuk është ky rasti. Dhe kjo na prish në punë shumë. E di pse na prish punë shumë, tani këtu duhet që njerëzit ta gjejnë me vëmendje. Unë me disa grupe komunitare këtu po flisim për të bërë një reagim popullor nga Amerika, konkretisht nga Michigani, sepse statistikisht në bazë të KQZ-s na ka dalë sikur ne kemi votuar majtas të mërgatës. Ne do bënim një reagim popullor të madh kundër qeverisë atje, këtu ku merr vëmendjen e atyre personave që duhet, se mund ta bësh një protestë në Bangladesh, nuk ka shumë rëndësi, e bën në Amerikë. Dhe kjo punë na ka prishur punë, kjo situatë na ka prishur punë. Pse? Sepse tani nëse ne dalim me këto lëvizje, dalin këta të PS-s, e thonë kush po çohet ju që rrini në Amerikë me paratë e tjerëve, pa na ka prishur realisht shumë punë dhe na ka ndodhur në momentin më të keq. Pra sikur të ndodhte një 4 muaj më vonë, do ishte totalisht ndryshe. Kjo nuk është e llogaritur, po thetëm po e them unë, pra ekziston edhe kjo pjesë e diskutimit. Po do të ne atë lëvizjen do ta bëjmë. Do ndodhi. Dhe lëvizja që ne do të bëjmë është një lëvizje që unë jam përpjekur ta përcaktoj Edi Ramën atje dhe këta pushtetar atje si pushtues, sepse dua reagimin e shqiptarëve nga gjithë trevat, sepse po nuk qemi Shqipëria, këtë e kemi thënë edhe bashkë në emision, nuk ka s'tjenë mirë trevat. Pra ju shqiptar të malësisë madhe, a shkoni e para shteti shqiptar ka detyrim në kushtetut t'ju ndihmoj, e para një. Po e dyta, a shkoni bëni pushimet në Shqipëri? E jetni ato para shkoni në Saran, në zona ndryshme. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. E di sa ka ndryshuar valla. Neni 8.3. E di. Është bër çorap, e di. Jo, se po them pak një promovim të vogël. Ma lejo këtë dhe vazhdo. Ndaj ju shqiptar të malësisë madhe këtu, të cilët i shikoni gjërat nga jashtë, thoni po ecën ndërtimi, po ecën kjo, po ecën ajo. Ato janë pjesët tona. Shikoni pjesën tuaj. I keni marrë ndihmat nga shteti shqiptar në Malësi apo Malësinë e madhe në Malë të Zi e ndihmon mërgata? Këtë thoni. I jepni me parat tuaja apo i jepni me parat nga duhet dilin? E dyta, këto para që ju çoni në Shqipëri për pushime, këto para që ju dononi me shoqata, me gjëra, a nuk meritoni t'ju ktheheshin mbrapsht të paktën me një tuf abetaresh, domethënë pjesa më skandaloze, një tuf abetaresh nuk i keni marrë. Ju shqiptarët maqedonistë të Kosovës, gjithë vendeve. Pra Shqipëria është kryeqendra shqiptare. Merre me Malësinë sa ish komuniteti më i madh dhe më i rëndësishëm që kemi ne këtu në Michigan. Por gjithë shqiptarët të trevave, duhet na ndihmoni. Ne dje Shqipëria çoi bi nënash për luftën e Kosovës. Sot po na bëhet e njëjta gjë. Po elmohemi në ushqime, po elmohemi në ajër nga përzierja e naftës.
po vidhemi, po shpopullohemi masivisht. Shpopullimi sjell përzerje të racës, nuk e ka bërë as Perëndëria Osmane, e bën Edi Rama. Pra hajdeni na u bashkoni sepse nuk po flasim për politikë të brendshme të Shqipërisë, po flasim për një armik kombëtar. Dhe armiku kombëtar nuk është Vërmosh Konispol, armiku kombëtar është gjithë Shqipëria e madhe dhe ky është armik i gjithë shqiptarëve. Ndaj ju lutem, kur ne të dalim me këtë organizim këtu në Michigan, edhe pse e kemi shumë të vështirë nga dëmi i reputacionit që morëm nga kjo ndodhi, ju lutem na u bashkoni sepse është diçka e drejtë, nuk është diçka partijake, do jemi me flamur kombëtar dhe jo flamurin kombëtar të sotëm, por flamurin kombëtar të Shqipërisë së Madhe. Sa ishte flamuri që na reprezenton ne këtu në Michigan, në gjithë krajinat që jemi. Tani shpendi të thot atë që janë ndërprerë. Po e bët këtë lloj organizimi me flamurin e madh, juve në raste më të mirë do shikojeni si shovinist, edhe nacionalist ekstrem. Dhe lobi grek bashkë me lobin serb do ju masakroj sepse kanë më shumë fonde dhe kanë më shumë kontakte në kongres se sa juve. Eventet shqiptare këtu bën me flamurin e Shqipërisë së Madhe. Në shumicën e rasteve, flamuri i Shqipërisë së Madhe në Michigan është valvitur gjithandej. A kemi patur probleme me lobet tuaja, ato vazhdojnë punojnë, po. Por nuk është diçka e paparë. Madje ky event që po them unë nuk do jetë më i madh se shumë evente të tjera që kanë pasur 500 vet, 600 vet, 1000 vet, ka qenë flamuri i Shqipërisë së Madhe, jo si këto flamuri që kam unë këtu, po edhe i vënë në një ekran gjigant, edhe nëpër media dhe nëpër gjë. Nuk është diçka e re kjo lufta e lobeve. Nuk besoj se do të bëj diçka më tepër shtesë për këtë rastin që do ta ngrejmë ne. Po çfarë sjell për shembull një flamur i Bashkimit Kombëtar? Çfarë sjell një flamur i Bashkimit Kombëtar në retorikën publike? Neve nuk e kemi kërkuar, në herë Bashkimin Kombëtar, E vërtet. Se di si bëhet Bashkimi Kombëtar atë di. Bashkimi Kombëtar bëhet një abetare për gjithë trevat. Të shkojnë deputetët tonë në të gjithë trevat shqiptare t'i takojnë. Të ketë shkëmbime universitetet shqiptare me Maqedoninë, me Shqipërinë, me Kosovën, me Malinezi, me Gucim Plavën, me Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin, me zonën e Çamërisë, që të përzihet gjaku, pra një gocë e shqiptare maqedonistë martohet me ideal nga Fieri, një vajzë nga Kuksit martohet me ideal nga Çamëria, që të përzihet gjaku pra vlla. Kjo nuk ndodh. Por neve themi bashkim me çfarë do ta bësh? Me lukçaj. Por po ndodh këtu. Kombëtar do luft vlla. Por po ndodh këtu. Ku? Këtu. Po ai që del aty vlla. Po ai që del aty, prodhimi midis me dhe një vajzë çame, është një kosovaro çam i rrindur dhe i lindur në Amerikë vlla. Ai do futet në klasë të parë dhe do thojë neni pari kushtetutës është duaj Amerikën para të gjithave. Amerika don't ask what you do for your country, but what country can do for you, but what can you do for your country? Kto mëson pra. Atje po ta jap kështu me të drejtën e gjithë botës, ai do bëhet amerikan vlla. Atëherë po ta jap kështu përgjigjen. Po të merresha me një organizim të tillë në Shqipëri, nuk do e fusja fare flamurin e Shqipërisë së Madhe. Po e bëj këtu. Po e bëj këtu sepse është një tezë që po ekziston. Pra është diçka e nxehtë në komunitet dhe nuk është se ne po e përdorim, por ne duam që këta shqiptarë të cilët realisht kanë burime dhe potencial këtu, janë të pavetëdijshëm për situatën e brenda Shqipërisë. Tani kanë ecur vëlla, kanë ecur këta të malësisë, më shumë se ne. Kjo është e vërteta. S'dua unë të them unë nga Tirana apo më origjinë nëna nga Gjirokastra, nëna nga Shkodra, babaj nga Gjirokastra, them këto qytete kanë ecur, mund të them, po nuk e them dot. Këta të malësisë kanë ecur më shumë. Këta janë investitor kryesor në bizneset e mëdha, këta janë me shoqatat më të mëdha, këta janë pjesët më të mëdha të investimeve në këto të feve në çdo lloj gjë, në çdo lloj mënyre pushteti. Këta i kanë kandidatët, i kanë të tyret pra. Pa këta kanë ecur. Tani duke ecur këta na duan. Tani që të bashkohemi me këta duhet përdorur ajo retorika. Pa është thjesht çështje, është një marketing i cili ka një bazë të sinqertë, se në fund ditës po i kërkojmë ndihmë për një gjë që po na ndodh vërtet. Ne nuk jemi si Kosova, dhe Kosova ka probleme të politikës brendshme, po Kosova nuk është e pushtuar nga ajo politikë që ka. Ka probleme, po nuk është e pushtuar. Ne jemi të pushtuar më burr. Ti e di më mirë sa unë domethënë. Dhe tezat e mia janë tre. E para është popullimi. Po. Kosova është e pushtuar si neve vëlla. Si ne, të paktën aty ka më shumë zgjedhje se sa ne. Mund të jetë pengmarr. Neve na kanë pushtuar 100 vjet tezat e Çubrilovicit dhe të gjithë metastazat e kancerit Çubrilovician
serb në politikën, duke nisur që nga Dušan Mugosha dhe Miladin Popovici me dylberin e konsulit francez, komandant lejnëtant Enver Hoxhën, që ju zhduk të emri nga historia dhe shpirti ku e ka, se na ka quar 200 vjet pas botës. Dhe sot Kosova, Dardania, le ta quajmë Dardani, ta bëjmë një marrëveshje fjalësh, mos ta quajmë Kosovar dhe Kosovë, se është toponim serb, po është Dardani, Dardanët janë të pushtuar nga agjenturat serbe, vlla. Kudo në politikën Dardane ka metastaza apo linja të Vučićit, të Serbisë. Mos ta harrojmë që Vučići ka qenë ministri i propagandës Miloševićit, ai që sot është president i Serbisë. Mos ta harrojmë që Albin Kurti, që sot është me vetëvendosjen, në 2003 kur i kishte flokët pa larë dhe thonjët pa prerë, thoshte Dobrova Dobrovjeçe me Kanin. Ka pasur një lëvizje kan quaj ajo, Dobrova Dobrovjeçe, mos ma prekni multietnicizmin e Kosovës. Ky zotria, nga multietnik në 2003, në 2009 na u bë vetëvendosje. U kshin Hotit, që ishte revolucionar kundër regjimit Miloševićit, nuk i dien kockat ku i ka. Është si Gjerfishta, ja kanë hedhur mbun. Kush e din ku ja kanë çu? Kurse ky është futur në përburgje dhe ka dalë saklam. Tani ti je i vogël, unë jam i vogël. Na thojnë ndjekësit tan kur na shohin, burra që e kanë jetuar në moshën time atko, dhe ta kuptojnë sa është probabiliteti që të dalësh nga burgjet e Jugosllavisë, burgjet politike të Jugosllavisë, dhe dalësh pa probleme mentale, psikologjike dhe fizike. Nul, vlla. Kjo është pak për e sigurt. Dhe sot e kësaj dite Albin Kurti e ka shkatruar në avancë të ardhmen e Kosovës. Neve sot, imagino ç'a bëjmë neve. Fakti që atje ka dalë zgjedhjet u bën brenda një dite, duke harruar që Kosova është në protektorat, Dardania është në protektorat fuqive të mëdha. E vërtet. Absolutisht atje do ketë vëmendje për zgjedhjet, sepse është shteti krijuar nga ata. Por cilësia e votimit është nul, sepse atje nuk ka kulturë politike. Atje thjesht ka urrëtie për ish ushtarët e UÇK-s, cilët kanë abuzuar me pushtetin dhe kanë abuzuar me pushtetin. Hashim Thaçi, XY kanë abuzuar me pushtetin. Sepse nuk kishin papuçe në luftën e Kosovës, edhe sot nuk dihet sa vila kanë. Edhe kanë monopol. Por çfarë po bën ky Albin Kurti i madh për biznesin shqiptar? E ke vrarë në Ermonet, bëj një kërkim. Bëj një kërkim sa biznese shqiptare kanë Kosovë. Me gishtat e dorës i numëron. Sa investime serbe ka? Pa fund. Sa investime gjermane ka? Pa fund. Vendin nën nuk e ka. Kështu që vlla, neve nuk na kanë përçar. Neve jemi vetë përçar, thjesht na japin disa aspra, disa benjamina. Edhe luajmë secilin në llogore tona. Nuk është bërë një tavolinë e madhe kombëtare, një tavolinë me përfaqësues nga gjithë trevat, të flasin se ku janë, ku s'janë, ç'a bëhet, ç'a s'bëhet. Para 2 episodesh kemi folur për abetaret, apo jo? E vërtet. Të erdhën ty abetaret? Falas jo. Shfalas ajo vlla. Ajo duhet vi falas. Se nuk po i kërkon manualin "un jam gruaja". A kupton? Apo nuk po i kërkon vilet e zemërimit të John Steinbeck, po i kërkon abetare për fëmijët shqiptar në Amerikë, vlla. Mbase po të kërkojmë manifestin komunist, na japin falas. Atë ta japin falas, biles t'japin dhe lek që ta shpërndash. Ti jesh i bindur për këtë. Për këtë ti jesh i bindur. Pra, e di si është problemi Ted. Problemi është që neve duhet të zgjojmë vetëdijsimin. Nuk zgjohet vetëdijsimi me flamur kombëtar. Nuk e ndjen më njeri flamurin kombëtar. E di pse nuk e ndjen më, sepse bota ka avancuar tek konsumatorizmi. Sot duan para njerëzit. E kanë kuptuar që paraja është ajo që të çon para. Nuk të çon fryma nacionalista. Duan mundësi, vlla. Duan standard jetese.
Okej. Këtu rrim. Janë dy tentativa ekzistuese për dhoma tregtie shqiptare në Michigan dhe së shpejti do njëra prej tyre do të shpallet e do të ketë aktivitet shumë në krijimin e mundësive të bizneseve shqiptare dhe janë gjëra të cilat se shpeshherë i dëgjoj komente të ndryshme dhe dua pak të qartësoj diçka. Kemi një disavantazh ne me këta serbët edhe grekët edhe këta që nuk na duan. Kemi një disavantazh që ata marrin shumë ndihmë nga shtetet e tyre për këto lloj për tezat që përkrajnë, domethënë. Kemi grupe jo vetëm në Amerikë, flas edhe në Shqipëri dhe në Greqi, pra grupe ultranacionaliste greke që kanë dalë fondet që jipen nga taksa paguesit grek. Ndërsa nga Shqipëria ne jo vetëm që nuk marrim para, domethënë, po të duam të mbrojmë kaos kombëtare, po mundësisht ai thotë, "Mjep, keni një gjë," thotë ai, "për mua se po nuk patet, nuk të vi nga pas." Dhe është fatkeqësi kjo, patjetër, është një fatkeqësi funditës që ja kemi shkaktuar vetes, nuk ose na e kanë bërë të tjerët, por fryma jonë e re është kjo tavolina kombëtare, siç ju thatë. Kjo tavolina kombëtare e cila këtu në diasporë ekziston, por nuk ka nisur akoma punën që duhet bëj. Pra jemi më afër, mund të them deri diku. Jemi më afër, por ka nevojë për një kaos shumë të përbashkët, sepse shpeshherë shoh që luftojmë vetëm. Pa ne Shqipërisë luftojmë me qeverinë atje vetëm, këta të Kosovës luftojnë me problemet e tyre në Kosovë vetëm. Duhet heqim këtë idenë që Shqipëria është e shqiptarëve, Kosova është e dardanëve. Duhet heqim idenë që Malësia Madhe është e malësorëve, Çamëria është e çamëve, Ilirida është e iliridasve, si thuhet, duhet shuar kjo ide. Shqipëria, Republika e Shqipërisë është e gjithë shqiptarëve. Malësia është e çamëve poshtë aq sa që është Çamëria e malësorëve. Ilirida është e dardanëve sa që është Dardania e atyre që janë në Ilirid. Pra të gjitha na përkasin ne, sepse në fund të ditës kur vjen puna te një çështje kombëtare për të cilën ne punojmë, jemi bashkë. Kur vjen puna tek cënimet që kemi marrë gjatë historisë dhe vuajtit, i kemi patur bashkë dhe kështu duhet të vazhdojmë edhe në të ardhmen dhe t'i luftojmë bashkë, sepse po na godasin bashkë. Dhe po na godasin shpeshherë komponentë të njëjtë. Dhe për këtë arsye duhet ndodhi ky bashkim dhe duhet kur ne kemi një problem politik të Shqipërisë shumë të madh dhe mund të flasim me persona këtu në Mërgat që nuk janë të Shqipërisë, thonë këtë gjë që është pjesa juaj, thonë. Mund t'ju ndihmojmë, thonë, po ju e dini. Dhe duhet shuar ky sepse kjo është mur. Kjo do të thotë që përçarja dhe kufit janë këto kufit që ne i quajmë artificial, kanë filluar të bëhen të fortë dhe kanë filluar të bëhen natyral. Kanë filluar të bëhen mur i fortë se ai i Kosovës thotë unë s'kam gisht në Shqipëri dhe ti thua unë s'kam gisht në Kosovë. Pra ti fillon edhe e krijon vetë atë idenë. Duhet ta shuajmë këtë, po, më thuaj. Ti e di që unë vi nga komuniteti i kosovarëve të Fierit. Ashtu si quajnë në kohën e Enver Hoxhës. Dhe komuniteti kosovar i Fierit ka bashkëtuar në mënyrë brillante me komunitetin çam të Fierit. Duke vendosur dhe miqësira me njëri tjetrin, duke krijuar dhe krushqira me njëri tjetrin. E di si quheshim neve në kohën e Enverit nga vendasit. Jugoslavët dhe grekët. Si e shpjegonte këtë? S'kam koment. E pra vlla, kjo është. Sepse midis dashurisë që do përkushtim, midis mirësisë që do sakrificë, urrejtja është më e shishme, se është më e lehtë dhe të ngop më shpejt. Pa çka se të zbraz në finale, po kjo është për të mençurit. Shqiptarët nuk mbahen si populli i mençur, vlla. Ne kemi individ shumë të mençur, po si popull jemi shumë larg inteligjencës. Jemi mas, jemi turm. Si do ta bëjmë këtë vetëdijsin nava? Faleminderit Iceboy, i cili ka dërguar 65 korona suedeze në Tru Podcast. Të falenderojmë. Bëni dhe juve si djali i akullit. Mos i mbani lekët për vete, se nuk i mori as Aleksandri i Madhe. Dini vetë, ju vetë bëni like në faqen tonë të YouTube-it, Tru Podcast Media Official. Bëni like se i keni falas. E majno shqiptarët Tedi nuk japin like unë falas. Ti mendon se do të japin votën, do të japin lek?
Unë flas gjithmonë se ne e kemi dhe këtë rubrikën dhe perceptohet si rubrika me diasporën, dhe diaspora është diçka shumë e gjerë dhe unë nuk mund të flas dot për diasporën në kuptimin më të gjerë të saj. Por unë them që nga shqiptarët e Michiganit unë nuk do kërkoja asnjë cent më shumë të shpenzuar. Do kërkoja vetëm rialokim. Pra, unë flas për vetëm rialokim. Se po i dish një fondat vëlla. Jipni ca teknika peshkimi, mos jipni vetëm peshq. Se peshk çdo muaj, domethënë edhe nuk mësuam njëri të peshkoj në 10 vjet. Këtu shoh, pra nuk është diçka që un po i them atij mundohu nxirri nga xhepi. Unë them vëlla, ku po i çon? Pa ç'a po bëjmë? Iniciativë, kohën. Pa njerëzit të japin kohën. Më fal, se duhet të përsaktoja një të mirëqen. Kjo kohë, këto fonda, këto gjitha janë kur ne marrim bashkësinë e shqiptarëve të treve të ndryshme. Jo vetëm si shqiptarë të Shqipërisë. Shqiptarët të Shqipërisë jemi pak më ulët në Michigan. Po kur marrim të bashkësinë e treve të ndryshme, është një sasi e konsiderueshme parash, e cila alokohet në mënyrë të shpërndahet. Sa shqiptar Shqipërisë kanë në Michigan? Nuk me parapërsi. Nuk ka, sepse ne nga mund ta marrim në parapërsim. Pra, edhe numrin e shqiptarëve që ne total, numri i shqiptarëve total në bazë të dhënave që nxori Amerika ishin 206.000 shqiptar brezi parë. Teknikisht mund kemi të bëjmë me diku ta 400.000 shqiptarë në Shqipëri mbase në Amerikë. Tani Michigan do jetë sigurisht më pak se gjysma, se nuk jemi vetëm ne dhe New Yorku, marrin Texas, marrin New Jersey. Edhe sa i bie tani. Po ka. Domethënë janë gjysmë milioni, parafërsisht gjysmë milioni shqiptarë aty. Në gjithë Amerikën, brez parë, brez dytë, brez tretë. Brez parë, brez dytë, brez tretë, mbase mund diku te 400.000. 500. Po pak më pak se 500, diku te 500. Por gjithsej në Amerikë ne kemi thënë një shifër, e cilën unë kam dëgjuar nga komuniteti që ka qenë thuajse 1 milion i shqiptarëve total, dhe ajo shifër u vërtetua deri diku nga Amerika për një arsye, sepse na nxori 200.000 shqiptar të Shqipërisë. Dhe nëse ne kemi të paktën 400.000 shqiptar të Shqipërisë, po atëm dhe Kosovën me shifrat ngjashme, shto brezën e parë, brezën e dytë, shto malsinë e këtej dhe është po ta bësh një llogaritë për afërt në letër, dalim vërtet diku te afër 1 milionshit në gjithë Amerikën. Pa e ka për 1 milionshit, besoj. 1 milion rreth 1 milion në gjithë Amerikën. Shqiptar gjithë treve. Po, shqiptar gjithë treve, shqifolës. Pra janë gati 1 milion shqifolës. Shqifolës nuk e jo të gjithë. Shqifolësit tanë. Një pjesë nuk janë anglisht folës. Tu do dilja. Po. Tu do dilja. A e kupton? Do të thënë që as nuk din brezi i tretë me shumë mundësi nuk di shqip. Një pjesë e konsideruar Gjenerata e është e vërtet. Atëherë kemi të bëjmë me një asimilim. Atëherë kemi të bëjmë që pas 20 vjetësh, 30 vjetësh, neve do mbajmë vetëm si perceptim gjeografik. Po, kam marrur nga një vend, Albania. Po, Albania është një vend ande i humbur, një koloni penale, mbetje osmane. Kemi marrë, po ka ardhur gjyshi. Po, që është populluar, ka pasur politikë shumë të keqe. E kupton ça marketingu kemi për t'i bërë neve shqiptarët vetë Shqipërisë me drejtë. Është me të drejtën e gjithë zotit. Sepse nuk ka njeri që ikën lë familjen e vet për në 10 huaj vlla me kënaqësi. Vetëm nga nevoja e bëjnë. Se për shpirt aty ku ka lindur do me vdek tjetri. Për shpirt. Absolutisht. Edhe ça u mungon këtyre shqiptarëve tan që të bashkohen me njëri tjetrin. Cilat janë disa nga problematikat që juve keni konspektuar atje, se juve shikoni realitetin e komunitetit, jo neve që jemi këtu në Shqipëri. Ne shikojmë se në çfarë mënyre bastarde u votua. E kuptuam që shqiptarëve u është djegur karta grafike në momentin që kanë ikur në Amerikë, e mbajnë Shqipërinë mend ashtu siç e kanë lënë. Këtu në komunitet nuk mungon bashkimi, mungon puna që duhet bënte, që supozohet bënte bashkimi. Pra nuk është mungon puna që supozohet të bënte bashkimi dhe jo bashkimi në Michigan, konkretisht te komuniteti shqiptar i Michiganit. Nuk ose mungon bashkimi, ka bashkime shumë mëdha që nuk pyesin as për fe, as për treva.
Trevat jo, se takohemi me shqiptar, flasim shqip, e mbarojmë muhabetin shqip edhe duhet bjeri pasaj fjala nga ke ardhë që dalim dërë të trevat. Pa trevat janë një pjesë që nuk ekziston edhe një pjesë të madhe të komunitetit. Pra ato kufit nuk janë, por kur vjen puna pasaj që ne të kontribuojmë në shtetet amë, ato kufit riekzistojnë. Kur vjen puna që ne duhet të punojmë për të ndihmuar atë tonë me diçka bazë, atëherë sigurisht ringrihen këto kufi dhe pastaj shqiptarët e Shqipërisë thonë kjo është punë atyre të dardanëve, dhe ata të dardanë nisën një gjë për Shqipërinë, është pak a shumë ajo që thash pak më parë. Por siç thash, fondet, puna po pa ekziston, por është një punë e keq menaxhuar për arsye sepse nuk po bashkëpunojmë në mënyrat e dura. Më vjen gjuna pra unë se nuk do vinte gjuna po mos ta bënim këtë punë. Po kusho njerëz si harxojnë kohë. Kusho njerëz si merren edhe dikush merret me opozitë, dikush merret me opozitë në një vend tjetër, dikush merret me aspekte kulturore, dikush donon, dikush harxhon kohë, dikush përpiqet në çdo lloj mënyre. Pra gjithta njerëz kur janë mbledh ato përpjekjet në fund të ditës, del që komuniteti pas ka sa burime të konsiderueshme për të bërë lobime shumë të fuqishme. Por ne nuk kemi lobë shqiptarë, se ne punojmë secili në aspektin e vet. Pra kur ti godet një gozhd andej, unë godas një gozhd këtej, asnjë nga gozhdat nuk ngulet, edhe ne ikim në shtëpi. Nëse ne do bijem dakord këto godasim në fillim gozhdën tënde apo gozhdën time, në fund të ditës njëra nuk do ngulet, po tjetra që do ta godasim të dy ka për të ngulur deri në fund. Ne këtë bëjmë. Godasim gozhd të ndryshme në momente të ndryshme me njerëz të ndryshëm. Dhe duhet bijem dakord për fazat dhe për prioritetet që kemi. Ne s'kemi vizion. Kemi një koment nga Alex Dima. Një këshill thot, është më mirë të mos e bëni më flamurin e madh, se do ketë ndikim negativ për ju. Bëni një herë këtë Shqipërinë e vogël që kemi, pastaj kaloni te e madhja. Po ndikim negativ, nëse e ke nga lobët, flamuri i madh këtu është bërë prej vitesh dhe vazhdon dhe bëhet. Nuk po shohim ndonjë ndikim aq të madh dhe mos harroni diçka edhe te lobët. Kur marrim fuqinë e lobit grek edhe lobit serb, dhe kur marrim fuqinë e lobit grek dhe lobit serb kundër shqiptarëve, janë dy gjëra të ndryshme. Lobi grek dhe lobi serb janë shumë të fuqishëm. Dhe lobi grek dhe lobi serb kundër shqiptarëve është diçka më e vogël. Pse? Sepse një pjesë e madhe e grekëve dhe serbëve kanë dhe marrëdhënie me shqiptarët në një mënyrë ose një tjetër. Më kupton? Edhe këto potenciale lobesh në fund ditës mund të duhet të bëjnë biznes me shqiptarët në një pikë të caktuar, siç ashtu kemi plot shqiptarë që bëjnë, edhe me serbët, edhe me grekët. Mund të duan shqiptarët për mënyra nga më ndryshe, mund të jenë pjesë e një partie politike, mund të jenë pjesë e një organizate, e një kompanie, e një njerëz tjetrës, pra nuk është aq ashtu në Amerikë që do të bëjmë problem nëse komentuesi e ka patur për atë pjesë të problemit. Nëse ka patur në një gjë tjetër, pastaj nuk e di, nuk e parashikoj dot, po flamuri i Shqipërisë madhe ka dalë shumë hapur dhe nuk fshihet edhe me politikanët e Amerikës, edhe është i mirë respektuar. Është i mbrojtur në këtë shtet, ne jemi falendërues që ka krijuar këto kushte, të cilat shqiptarët në Greqi ose në Serbi nuk i kanë. Ne i kemi këtu. Për t'ju dhënë përgjigje. Aleksit. Kemi edhe një pyetje tjetër. Po, shumë mirë. Alex besoj se e ke marrë një lloj përgjigje nga Tedi. Klodeta Difi. Kam një pyetje. Çfarë mendoni për faktin që shumë të huaj kanë preferuar të bëhen shtetat shqiptare të banojnë këtu, vetëm italianë janë 25.000? Kjo të takon ty. Më shumë se mua. Po jo, e ke dhe ti një mendim për këtë. Se do ta jap dhe unë përgjigjen. Patjetër e kam një mendim për këtë. Pse kanë ardhur shumë të huaj në Shqipëri? Tani kur themi të huaj. Jo pse kanë ardhur. Kanë preferuar të bëhen shtetat shqiptar të huajt. Shiko, unë nuk i besoj këto gjërat janë shumë arsye brenda, nuk mund të japim një përgjigje të përgjithshme. Këta të huajt që janë bërë shtetat shqiptare para nga kanë ardhur mirë. Se kur më thua kanë ardhur nga Afrika kanë përgjigje tjetër. Kur thua italian kam tjetër, kur thua suedez kam tjetër. Pastaj për këta italianët unë filloj nxjerr pyetjen tjetër. Vlla, çfarë moshe janë këta? Çfarë moshe shumica këtyre? Se po janë pensionist italian. Janë 60+. 60+. Atëherë këta persona e kanë siguruar atë pensionin në Itali dhe sigurisht vinë në Shqipëri mund vinë në Shqipëri jo vetëm për jetën sociale, por vinë për klimën, ka arsye shumë ndryshme pse mund të nxjerrë një person shtetin shqiptar. Nuk është e thënë vetëm
Pa nuk besoj se ka një analizë aq të detajshme. Nuk di ta jap. Zonja Klodeta, Ta jep shpendi. përgjigjja ime për këtë pyetje është në një vend ku ti mund t'i fshesh taksat dhe ka një lloj hipokrizie apo një lloj malinjiteti apo një lloj inferioriteti për çdo të huaj që vjen këtu, është më e mira në botë, shteti më i mirë në botë. Nuk është problemi i shtetit tonë me të huajt, se me të huajt rri si theme neve, si djali vogël se ai shërptori majordomi kryesor që të mban valixhet. Problemi i shtetit shqiptar është me neve shqiptarët, se neve na trajton si të huaj. Besoj se te kjo pjesa u kuptum. Louis Kola thot, mos e keni gabim si gjykoni se fëmia i lindur në Amerikë nuk flasin shqip tot. Kur në Shqipëri të flasin në gjuhë të ndryshme, edhe analistat në televizor flasin nga 10 fjalë, 4 fjalë i kanë të huaja. Tani për analfabetizmin e analistave në Shqipëri nuk mund ta mohoj që ka plot persona në Shqipëri që s'din shqip siç duhet si supozohet të dinin. Për sa i përket të rinjve shqiptarë në Amerikë, ka një pjesë të konsiderueshme e cila nuk e flet gjuhën shqipe. Edhe unë njoh miq shqiptarë këtu që flasin gjuhën shqipe, por ata që kanë lindur këtu dhe që janë rritur këtu kanë vështirësi shumë të mëdha me gjuhën shqipe, edhe pjesa që e din gjuhën shqipe preferojnë mos ta përdorin kur nuk i duhet, sepse nuk janë rahat në atë gjuhë. Dhe ky lloj mendësie për gjuhën të bën ty që të kesh një përqindje shumë të vogël që ta trashëgosh atë gjuhë. Prandaj po flasim për një problem që do dalë shumë hapur mbas 20 vjetëve për shembull. Sot për sot ne jemi rregull sepse ai nuk ka nevojë të jetë në shqip folsi madh, se flasim shqip edhe ne të tjerët edhe e balancojmë pak. Po kur të flitet shqipja si një gjuhë që dikush e di, dikush nuk e di, po dhe kush nuk e di s'ka një problem të madh për çfarë duhet, ky është problemi. Pra të rinë shqiptarë këtu kemi pjesë madhe që nuk flasin shqip, kjo është e pamohshme. Dhe pjesa që flet në një mënyrë që nuk ka për ta trashëguar. A mund të ndryshoj? Po. Nuk është pesimizëm, është thjesht e vërteta e momentit. Nuk jemi ende vonë, por mund të jemi vonë nëse nuk do të nisim punën së shpejti. Pra, nuk po them që nuk ka kohë, pas kohë për të humbur nuk ka. Neve jemi shumë vonë, duhet ta kishim nisur dije. Ne duhet ta kishim nisur dije, disa vonë jemi nava. Ne jemi në fatet më të këqija të kombit ton. Po kush nuk e kupton këtë ka probleme me veten. Për brenda. Kudo ka probleme. Kudo. Edhe atje po tishin bashkuar me njëri tjetrin, mos shikonin dasie, mos shikonin ego personale idiota. Se duhet vendosur një lloj emëruesi për bashkët, nuk do ishte gjendja e komunitetit në këtë lloj farfeje. Ta thash edhe një herë, neve kemi, po ti shikosh sportet ku neve manovrojmë shumë mirë janë mundja, boksi, sportet luftarake. Po ta shikosh në futboll, jemi më keq se Djibouti. Pse? Sepse janë 11 veta të cilët duhet ja pasojnë topin njëri tjetrit dhe asnjëri nuk e ngre kokën kur merr topin. Duan të jenë gjithë Ronaldo. Duan të jenë gjithë Messi. Se s'dim të luajmë në grup në vlla. Po të shikosh politikën shqiptare, është bastarde. Pse? Se ka servilizëm ndaj njëshi i merr dhe këta janë gjithë instancat ti janë tentakula. Pra këta i shërbejnë një personi, nuk është se punojnë si skuadër, blejnë aksione. Qa ka bërë vlla? Qa ka bërë komuniteti shqiptar i Amerikës? Qa ka bërë komuniteti shqiptar i Gjermanisë? As si lloj gjoja më. Qa ka bërë lobi grek? Ka ndryshuar historinë, 74-76 ka ndërhyrë në Harvard për të krijuar mitologjin greke. Nga hiçi. Do thuash ti gabim, po vlla, po pse s'bojmë ne nga këtu gabime? Se nuk na rrshket njëherë në këmbë. Pse nuk bëjmë te nga Pse nuk bëjnë ne si këto gabime, apo? Është zyrtarizuar, është hapur katedra e gjuhës shqipe në Harvard. Harvard është numri 1 i botës për shkenca politike dhe për jurisprudencë. Në Harvard, nga 47 president të Amerikës janë laureuar 28+. Kush e ka bërë lajmin për vetë se tru podcastit që e kam trajtu këtu? As i media vlla. Se s'ka interes. Na jep lek Harvardin eva.
Na jep lekar vartit neve të japim lajmin. Se ky është mentaliteti, pra është mentalitet provincial, më është mentalitet fshataresk. Do të thënë, kur kam takuar para shumë kohësh kur jetoja në Fier që isha gjimnazist, në biznesin e familjes time vinin inxhinierët kanadez dhe amerikan të Bankers Petroleum. Edhe duke i respektuar atje, duke kënduar himnin ata, amerikan, tjetri kanadezin, ftun dhe mu për të ftu himnin shqiptare, këndova dhe unë, e pan që nuk ja futan faturë si që ja fusin gjithve, më lanë 10 herë më shumë bakshis se ç'ishte fatura, se kishin për llogaritur tillë. Vinin ata për vështirësi pune me rrogën $15,000 në muaj në Shqipëri. Diti që do të thot $15,000 në muaj të marrë si inxhinier në Shqipëri. Je mbret. Lëviz me helikopter po duash. Edhe më tregonin një histori për shqiptarët, inxhinierët amerikanë dhe kanadez. Kur u shfaq gjindi tha, se ju keni një problem substancial ta, si kom. Kur u shfaq gjindi, neve amerikanëve na than, do të plotësoj 3 dëshira, po do t'ja plotësoj 2 fish komshiut. Unë plotësova 3 dëshirat e mia halal komshiu, tha për 6. Kurse juve të 3 gjonat, të 3 dëshirat që shpreh tha, ishi duke hequr një sy vetes, një këmbë vetes, një krah vetes që t'ja hiqnin të 2 komshiut. Ky është mentaliteti tribu. Ky është mentaliteti idiot që kanë shqiptarët vëlla. Ne nuk mblidhemi, ne nuk dim të organizohemi, ne nuk dim të duam vëlla. Ne dhe dashurinë e kemi toksike. E kemi me dhunë. Kushtërret do. Po mirë, nëse ecim, ne kemi kushtërret do, ne kemi druri ka dal nga xheneti. Ne kemi hapi rrugën Budallajt. Jo vlla, një shtet normal, një qytetar normal nuk e hap rrugë Budallajt, Budallajin e fut në psikiatri. Po kur thuhet është i zgjuar Budallaje. Gjynof i shkreti, është shumë i mirë. Gjynof është budalla, s'di me vjedh, është idiot. Po shumë i mirë shu, është naiv. Po s'di me vjedh, është komplet ashtu ka ndari. A kupton ti qa frazeologjish kemi ne si popull, o vlla? Unë të quaj ty të shkret se ti nuk vjedh. Kanë ikuri, kanë lëshu plumbat. Ne jemi shifolës, o vlla, se si kom ne nuk dim të organizojme. Absolutisht. Po, ne na kanë të ngelur shikoj në gjua. rrugë kështu. Gash. Bravo Gash, fol për neve. Ku jeti mërti? Ku jeti, hajde fol me mute. Hajde se nga 1 zë bëhemi 2, nga 2 bëhemi 4, nga 4 bëhen 8. Të flas unë dhe ti të rishte zyra jote të koltukut, bja bësh dhe men. Flet bukur ai, i shkreti. E do Shqipërinë, po është budalla, nuk e ka kuptuar që Shqipëria nuk bëhet. Gjynov budalla. Bon emisione për të ndryshuar Shqipërinë. Budallajt kishe pranuar ofertën e Sali Berishës ose Tedi Ramës, se do ishte i pasur tash. Ky është realiteti vlla. Neve, unë jam me qasje pragmatiste, jam shkollë britanike e mendimit politik. Nuk jam shkollë shkëmbi, qa është kjo, fshat shkëmbor, si që Shqipëria. Politika kapet në themel, edhe organizimi kapet në themel, nuk mund të ambulosh dot atë me ashtu. E kupton veti se duhet të ruaj etikën unë. Nuk mbulohet ajo me ashtu vlla, se mban erë. Ose pastrohet qelbi, i hidhet betadin, i hidhet pa krem, fashohet, edhe qëndron këmba e pa lëvizur deri sa të filloj antibiotikat edhe ruazat e bardha dalin. Neve pa e parë se qa kanceri kemi në trup, bëjmë si profesorat gjitha vlla, japim zgjidhja. Me këtë do ta bësh o vlla, me këtë do bëhet ky lloj bashkimi, sa hajtë se po e bëjmë, me këtë do ta bëjmë. Shiko, ky bashkimi me këtë do bëhet. Unë besoj se
Duhet të përmend një nga problemet më të mëdha të komunitetit këtu, për shembull, që është një problem që besoj e ka çdo komunitet shqiptar në shumë vende të botës. Jo çdo, po pjesa më e madhe padyshim që po. Ne kemi një përqindje shumë të madhe pasive të komunitetit dhe kjo përqindje pasive përbën një potencial shumë të madh, të cilin e meritojmë si është, si ka ardhur, si ndodhi, si qysh tek, nuk ka rëndësi është. E kemi aty. Është në sirtar, është në frigorifer, një ditë do kalbet, po sot nuk është i kalbet, sot është mjaftueshëm i freskët për t'u marrë dhe për t'u përdorur. Problemi është që këta persona nuk e kanë parë ende një organizim aq të shëndetshëm saqë t'u bashkohen. Dhe aq më tepër janë edhe pasiv, dhe këti kur je pasiv sigurisht je edhe më i pak informuar se ç'a ndodh, pra je më pak i vështirë për t'u bindur, për t'u çuar nga krevati i shtëpisë për të dalë edhe për të kryer punën. Dhe ne vazhdojmë me këtë ritëm që kemi, por diaspora e ka vërtet këtë potencial. Të paktën në Michigan ky potencial ekziston dhe do të ishte shumë i fuqishëm nëse do të bashkoheshe. Aq i fuqishëm sa që mund të ndryshojnë gjëra shumë të mëdha edhe të këtueshme, sepse bën mërgata shqiptare hera herë ca lojra, të cilat ndodhin në prapasken, të cilat edhe të raste edhe nuk janë mirë thuhen, po edhe realisht nuk duhen të thënë, dhe janë lojra vërtet të fuqishme, po janë raste të cilat ju thoni, ore pse i bëni vetëm për këto? Kemi edhe problemet e tjera, pa duhet kemi nevojë dhe nga ju shqiptarët e Shqipërisë, por kemi edhe nevojë ne të dëgjojmë thirrje në gjuna vlla. Duhet të filloj komunikimi në gjuna. Po i fole në gjuna, do reagoj. Por gjithmonë duke patur edhe atë të them do të ta them këtë me anë të një pyetje. Unë kur jam në emision me shqiptar të Amerikës, e kritikoj komunitetin shqiptar më shumë se që kritikoj kur jam me ty. Ose me shqiptar nga Shqipëria. Jo ti si shpend, pikërisht ti. Çdo person që mund të kem. Pse? Sepse ka dy lloj marrëdhëniesh, ka një marrëdhënie negociuese që e keni ju me ne. Pa në këtë rast kjo është marrëdhënie negociuese. Tani shpirtërisht unë pranoj që këta shqiptarë këtu në Mërgat nuk duhet ta harrojnë atë dheun dhe është obligim. Po ky shpirtërimi ynë është pak idealist krahasuar me realitetin. Marrëdhënia konkrete është që ju keni një lloj marrëdhënie negociative me ne të diasporës, është njësoj sikur pa ju po kërkoni diçka nga Mërgata, një diçka e cilën se jetën tonë këtu në Mërgat vallai jemi shumë mirë, si komunitet jemi rregull, nuk kemi nevojë. Në Shqipëri është kjo nevojë. Dhe ju të Shqipërisë duhet bëni këtë thirrjen e ndihmës pa i kaluar ato kufit e thirrjes së ndihmës. Pra unë po të kërkoj ty 200.000 lekë borxh, nuk do të them shpend, po ç'a bot jo vëlla them. Kam 2 ditë që po të kërkoj që ke kurdhas fare, ti sip ke fare lekë, ti më thosh o plak. Një ka vëlla, shpitale çalli ke. Unë do vi të them shiko vëlla se është ky halli, s'kemi çfarë të bëjmë. Po është kjo vuajtja, çfarë do bëjmë? Pra ti mund të kesh 100 gabime. Unë do vi do të negocioj. Dhe kësaj Mërgate duhet tu negociuar. Dhe unë prandaj me këta të Shqipërisë sillem ndryshe dhe e mbroj pak më shumë. Se ka nevojë që këta të dëgjojnë thirrje negociuese. Pra ti ulesh në tavolinë dhe i thua vëlla, jeni, më kupton çfarë dua të them? Parimi e negociatës është ofrimi vëlla, kërkesë oferta. Ç'a i ke ofruar ti dhe ç'a kërkojnë ata dhe anasjelltës? Çështja është që kjo Mërgat kur dëgjon kritikat, duhet që këto kritika ta zgjojnë, sepse kjo Mërgata ka shumë të thjeshtë. Më beso e kam shumë të thjeshtë dhe do ta shohësh vetë potencialisht të ndroj kanal. Pa në fund ditës kur ai hyn tek ty dhe ti i thua atij një të vërtetë që është, domethënë, kokra e të vërtetës në fund ditës. Ti nuk po gënjen, është kokra e të vërtetës. Por ai ndron kanal. Ndërsa ai në Shqipëri është pak më ndryshe se aty në Shqipëri kur ti thua vëlla do ikësh në spital, do kesh ilaçe, do çosh fëmijën në shkollë në Kopës, do ndodhi kjo, do ngelen në fund pa një varr, do ngoli kur i thua këto gjëra, ai dhe po ta ndroi kanalin, do t'i kujtohen kur ti kaloj në kullisë të vet gjatë ditës sot apo nesër. Ndërsa ky në Mërgat po ta ndroi kanalin, ky të harroi vëlla. Iku shansi, ky ta ndroi kanalin, thotë vëlla, un jam mirë për vete thotë ai. Dhe un e kuptoj që këta persona mund të jenë pak jo patriot. Do kupton, janë pak jo patriot. Por nuk kemi ç'bëm. Do t'u negociojmë, do i themi ore shiko se keni potencialet. Hajde na ndihmoni. Ju lutem, keni ju gabimet tuaja, por do na ndihmoni. Ndërsa un po ti flas këtyre personave, ore jeni top. Ai thotë vëlla, hika na ndron kanalin ai dhe fund ditës ç'a fitova? Un fitova asgjë.
thash një të vërtet që më vrau, ose po them të gënjejmë, po të themi pjesën e të vërtetës që na leverdis për audienca të ndryshme. E kemi pak të vështirë këtë gjë, se unë, më thënë, po i flasim edhe shqiptarëve të Shqipërisë me anë të Tru Podcastit, edhe shqiptarëve të diasporës me anë të ACTV-s. Por strategjia e komunikimit, që unë po diskutoj në emision dhe jo me ty privatisht, është sepse është diçka që vlen edhe për masat popullore që nuk bëjnë emisione. Është e tillë që Mërgata ka nevojë për t'ju negociuar një ofertë që ajo të ndihmoj. Pa të zgjohet emocionalisht, sigurisht edhe duke e krefur pak, sepse ashtu e do, kjo është marrëdhënia, i kanë parat, nuk kemi shtëbim, janë të tyret, nuk do ju marrim. Në qoftë se unë ty të vi për të lezetuar zotri, mos mendo se në një pik unë ty nuk do të afus si shta ka fut Edi Rama apo X-i të Y-i, sepse unë e di që ti joshesh dhe do të përdor, do të manipuloj, deri sa të marrë fondet e tua dhe kur ti esh i pa dobishëm, do të flak tutje. Dhe ky është thjesht një ç'a bëre, një vrinuj. Po kjo duhet më tregu tjetër. Jo më jo fare, duhet më tregu tjetër ti idiot o vlla. Je idiot, nuk ke logjik. Hajde hap trurin njërën. Duhet ta marrim shqiptarit, duhet marrit të vërtetën më. Duhet marrit të vërtetën, e vërteta ka pjesën, po na duhet pra. Ky është problemi. Po nuk kemi luks. Nuk na duhen kërma neve vlla. Po jo më sa i çitet e serbit e greku nesër. Për $2 më shumë ai çitet. Ç'e do ata? Janë ekstreme më të ndryshme. Ajo që unë doja të thoja është çka ke kuptuar ti, vlla? Çka ke kuptuar ti nga 300 spartanët? Ta bëjmë çik një përsiade filozofike. Po pse mos ta marrim shembullin? Ajo është filozofia e jetës. Pse mos marrim shembullin tonë? Jo, merre me 300 spartanët. Si individ. I ke më pak 300 për të llogaritur se sa 206.000 që janë, po. Po jo, po thoya për shembullin ton ne të dy. Si u thye? Një sekond vlla. Si u thyen 300 spartanët në betejën e Termopileve? Leonida, një mbret spartan, pati strategjinë më të mirë për të nxjerrë jashtë loje milionat e persëve. Në një ngushticë të vogël, në një hing. I vetmi njeri vlla që duhet ishte hedhur nga shkëmbje, por që shpëtoi nga dhëmshuria e nënës dhe të babës vet, Elfiatesi, njeriu i mangët, i deformuari, për shkak të nevojave të veta dhe dëshirave të vetave seksuale, pasunore e të gjitha merat, u shit tek Xerxi dhe ja tregoi shtegu nga pas. Do thuash ti ç'ishte Elfiatesi, mund të ishte 301. Jo pra, Leonida e dinte, nuk e mban dot parzboren ti na prish formacionin, nuk na duhesh. Ti mund të jesh 301 vlla, po na shkatron të 300 tjerëve. Edhe një bastard, një debil, i cili ka lek, po që s'ka tru. Nuk na duhet fare vetëm për lekët. Nuk duhet vlla, nuk duhet joshur një njerëz që nuk e ndjen. Po flasim për një mpirje masive të shqiptarëve dhe këta shqiptarë të cilët ne duam të bashkojnë që nuk kanë bashkuar deri më sot, sigurisht është kjo pjesa e mpirjes që ne do përpiqemi ta çmpim. Tani, është kjo e vërteta, se ata që i kemi në krahun ton janë ti je vlla, unë ty të kam kollaj. Po unë nuk kollaj kam dikë tjetër. Jo vlla. Unë do ta binda të dikë tjetrin. Tani kjo është në fund ditës hyn në politik, kjo punë hyn në negociat, po kjo është lufta tani që do bëjmë. Mund shitet nesër pas nesër, nuk është kaq e përgjithshme rasti. Se ne nuk është se po e blejmë. Ne po i kërkojmë. Unë mendoj vlla, jo, unë mendoj që një njeri i cili nuk e ndjen kauzën nuk ka pse të fare të ftohet. Zero. Se të prish punë. Thot kujtimi lushnja. Ti mos e bë general, ti bë mjek, bë ushtar, bë. Ai që ti e legët do me u bëj, një shqiptarit i vlla, do me u bë, kam në legët ato, kam bler vendin. Ktu po blet 1 milion euro vendi deputetit, ti dashke me vendos edhe generala, kupton? Ç'a thu më? Po nuk është shpend pse bën kot si filozof, po dile protesto. Kujtimi lushnje. Kujtim ti, po shpend duke protestuar ashtu valla. Ku je duke protestuar, o kujtim? O luani lushnjes. O luani lushnjes ti. Ti ku je vlla? Sa ke mbaruar punën tënde bastarde me shumë mundësi, që nuk paguhesh për aq sa e meriton, ndoshta dhe abuzon me atë punën tënde, se nuk vete fare në punë, kanë futur në bashkia, në komunale, në ujësjellës, në një gjë. Je duke ngrënë bukën tani në shtëpi se ke ardhur nga kafja e lagjes, ke pirë tekën e rakis,
se të kanë nxjerr nga shtëpia dhe më thua mua dil protesto. Unë që jam protestoj për ditë nga këtu i flasa shqiptarëve të Amerikës, Gjermanisë, Zvicrës e gjithë Amerikanët, që jam me pull të kuqe nga gjithë politika shqiptare, mua më thua protesto, po s'të vjen zor o kujtim. Mos pi vlla dopjon në darkë se të bën dëm. Natën. Madje unë do i thoja Shpenit protesto pak më pak o burr, si je shumë i zënë duke protestuar. Ha, jo mos protesto. Luani lushnjës. Merr pak kohë pushim vlla. Zotë më. Jemi zgjatur shumë e kohën. Kur t'japim mend. Ja pra, ja kjo është pra. Kjo është Shqipëria sot, a kupton? Këtë që po debatoni në proteston nga shtëpia, o vlla. Jo, kjo është e pan edhe njerëzit, nuk e mohoj dot unë. Po unë po ta them jo në kjo nuk është kjo që po them unë nuk është diçka më tepër e debatit, nuk është as këshill nuk është. Kjo është një informacion i brendshëm vlla. Pra kemi persona të ndershëm, të cilën duan pak indicie dhe po të negociohet në mënyrë të duhur, do t'japin burimet e tyre. Janë të ndershëm. Unë po ta them si informacion të brendshëm. Ti e di vetë. Unë vetëm po ta them. Unë nuk do të them dot emrat këtu. Por kaq. Mund të bëhet. Ka rrugë për të bërë diçka. A do funksionoj, do jetë më mirë sa ç'është. Jo vetëm për ty dhe persona si puna jote, të cilët protestojnë kaq shumë sa proteston ti, jo siç të tha ai, sepse ti proteston vërtet, unë ty të shkruaj ti je në një regjistrim, je në një kaos, je shumë i vështirë për të domethënë kishim lënë një telefonat që nuk e bëm, që ta dinë edhe njerëzit, se sa i zënë je duke protestuar dhe ta kuptojnë këta si puna këtia, edhe ata që nuk njohin. Edhe tashi isha atje mes njerëzve të cilët më kanë kafshuar te tryezat e opozitës në 35 vjetorin e Partisë Republikane. Sepse mua më duhet me dal vlla. Mua më duhet me shku shtëpi, mua më duhet me i taku dhe njerëzit, se njerëzit sot tek neve e kanë shpresën te rinia o ted. Nuk e kanë tek ta pleqt që kanë harru me vdek. Që kanë zënë karrigen edhe se lëshojnë më. Pash një historinë tëndë për 2029-ën. Po vlla, dhe unë e kam ambicie, nuk bëj si këta të tjerët, unë po e bëj për Shqipërinë, jo vlla, unë se bëj për Shqipërinë, unë e bëj për Shpendën. Unë e bëj për Shpendën dhe për veten time dhe për familjen time, sepse e meritoj vlla se kam luftuar edhe kam marrë plagë lufte. Më shpreh çdo lloj mundësie ekonomike mua nga fondet e këtyre. Pra ti shikon një podcast me 123 subscribers edhe ka 9 sponsora general dhe shikon podcastin tim me 9050 veta që bëhet 4 herë live edhe unë nuk kam as sponsor, a kupton? Dhe kam 2.300.000 shikime. Po se nuk është pak vlla. Po pra, këtu jemi, këtë po të thoja. Këtu po të thoja, thjesht pak më negociues. Nuk e di, ti e di më mirë se unë. Jo negocius vlla, jo negocius. Çdo gjë është negociat. Unë jam negociator. Kush më njeh mua është negocim vlla. Po unë të bëj negocime mbi karta të hapura. Unë nuk të vi të them ty lekët. Jo. E diti që në 2025-ën po të hidhesha kandidatur, unë mund i mblidhja $500.000 vlla. Më janë ofruar veta që do më sillnin dollar, euro, njerëz, fondacione, njerëz që do financonin për fushatën time. Unë nuk kam nevojë për lek vlla, unë kam nevojë për dashuri, unë kam nevojë për krah. Leku gjendet, po të krijosh frymën të vjen leku nga tërë anët. Se kisha vetëm përpara. E kisha vetëm nga mua më duhet edhe Tedi. Më duhet edhe Edi. Më duhet edhe këta njerëzit e mrekullueshëm që po na ndjekin, sepse unë s'dua ta bëj vetëm se nuk e bëj dot vetëm jo se s'dua. A kupton? Kush nuk do që të jetë i pari botës, të jetë majt fronin, mbreti diell. Të gjithë e duma vlla, po ta futesh në një dhomë që s'ka kamera, ta bëhet pyetja çfarë do doje ti isha mbret. Ta jap me jetun këtu. Në si të them ty, në skajet më eksituese të fantazisë ton, ti do të jesh mbreti o vlla. Më kupton Shpendën? Po mua duhet edhe Tedi, më duhet edhe Edi, më duhet edhe Mandi, më duhet edhe Buçi, edhe Bleta, edhe këta që po na ndjekin. Edhe vetja ime, edhe familja ime, edhe njerëzit që mendojnë ndryshe nga unë vlla. Se mendojnë ndryshe nuk do të thotë që ne jemi armiq. Mendojmë ndryshe për një, hajde ti përplasim mendimet kush është më e mira për kohën. E marrë të mira. Vend shqiptarët presin XY nga PD-ja, XY nga PS-ja,
Kur ju kanë gënjur, kanë qenë ata shkaktare që ju keni lënë atë dheun? Edhe u dilin takime? Nuk është folur për fëmijët jetim, o vlla. Me Bibël dhe Kur'an, aq sa ignorant bazik jam unë në dije fetare, se nuk e quaj veten njohës të fes, jam lexues shpirtëror. Si i Biblës, si i Kur'anit, se janë 2 libra të shenjtë. Po ndihmove një fëmijë, ke ndihmuar gjithë, një fëmijë jetim ke ndihmuar gjithë njerëzimin. Tu nuk ka një tezë, o vlla, një tezë se thuhet do ta bëjmë këtë për fëmijët jetim. Nuk ka një program politik që ti integrosh ta. Nëse ati për një arsye apo një tjetër e ka lënë Zoti fati pa prindër, ndoshta janë ndarë, ndoshta e kanë braktisur, ndoshta i kanë vdekur në aksident, ndoshta nuk e di vlla, duhet bëhet shteti prindi tyre apo jo? Absolutisht. Ti përgatisi për tregun e punës. Ktu nuk ndodh vlla. Nuk ndodh më, premtohet Europa. Po ja u futëm në Europë, çfarë do bëjmë atë? Vetëm do na rriten Po taksa. jo, edhe unë jam euroskeptik, nuk dua. Qa është kjo? Edi Gjika, të falenderoj vlla për 50 frangat e hedhura, je shumë i mirë. Tani jemi në fund, jemi mbi kohën. Po vlla, kishte ndonjë gjë tjetër, që të ka ngelur peng për ta thënë? Jo. Një thirrje për shqiptarët? Thirrje për shqiptarët. Si thirrje për shqiptarët. Thirrje për shqiptarët un kam gjithmonë, por thirrje sot për sot, short term, kam thirrje vetëm short term. Vetëm për ju shqiptarët këtej ose për ju shqiptarë në mbar botën që keni kontakte këtej, është vetëm për atë lëvizjen që ne do të bëjmë së shpejti dhe unë do jap juve një premtim. Ajo është një lëvizje që do të bëhet, edhe pse ka pasur shumë persona skeptik, të paktën unë do ta bëj pavarësisht si janë kushtet apo pasojat. Mbas dalë edhe vetëm. Nuk do dal vetëm se i njoh kushtet. Po edhe po ti të dal vetëm, do dal vetëm. Unë atje do ta bëj vetëm se mbajta fjalën. Po nuk do jem vetëm. Do jemi plot persona, do të jemi nga treva të ndryshme. Ju lutem na u bashkoni, sepse pavarësisht se ne kemi bërë këtë bashkim, kemi nevojë për numra, kemi nevojë për njerëz, cilët këta njerëz nuk e dim a do t'i kemi apo jo. Këta do ta jepni ju përgjigjen. Kam dëgjuar shpesh në këtë komunitet pse nuk bëhet një angazhim, pse nuk çohen, pse nuk e marrin iniciativën. Dakor, po do ta marrim ne iniciativën. Ne nuk po bëjmë tallavaj që t'ju kërkojmë lekët e dera dhe t'ju hani darka brenda. Jo, nuk ka darka. Nuk ka darka, nuk ka tavolina, nuk ka shampanjë, nuk ka muzikë, nuk do jenë këto. Do jetë diçka për të bashkuar dhe në të ardhmen të formojmë diçka konstruktive. Edhe me ju që aspironi të krijoni lëvizje politike këtu në diasporë, na u bashkoni, e dini kush jeni. Edhe ju që keni ato tezat tuaja kundër institucioneve të ndryshme këtu, të cilat e kanë kapur zona të ndryshme të komunitetit, na u bashkoni. Ju të majtët, edhe ju të majtët, na u bashkoni se është i pakën ai si që e ndajmë bashkë. Majtët e pakënaqur. Dhe ka shumë të majt pakënaqur këtu, veçanërisht në këtë komunitet. Ka shumë të majt të pakënaqur, të cilët deri vazhdojnë dhe u përkeqësohet pakënaqësia saqë janë duke u kthyer deri diku edhe të djathtë, domethënë. Ka filluar Partia Socialiste, po i kthen njerëzit të djathtë. Është tmerrshme. Ndaj na u bashkoni, ju lutem. Po nuk them dot më shumë detaje sepse është vetëm së shpejti. Ky është fati mirë. Në qoftë se Partia Socialiste e Michiganit, po i kthen Partia Socialiste kundër e Shqipërisë, domethënë. Ti po thua Partia Socialiste e Shqipërisë? Partia Socialiste e Shqipërisë, socialistët shqiptar të Michiganit, ai shumë po i nxeth me ato që po bën, saqë po fillojnë dhe po dalin djathta. Amin. Kjo është për të trokitur, vëlla. Nëse është duke ndodhur kjo, është për të thënë amin. Sepse kjo është e vetmja gjë. Un kam vetëm një thirrje për gjithë shqiptarët e diasporës, juve të Amerikës, juve të Zvicrës, të Gjermanisë, të Austrisë, të Greqisë, kudo që jeni. Do vi momenti që do duhet t'ju kërkoj ndihmën, që të organizohemi, që t'ju vit ju takoj aty në trevat ku juve jetoni, sepse siç e ka thënë një burr i moshëm edhe i zgjuar, njerëzit lodhen me këta pleqt që kanë zënë karriget, duke menduar se e kanë botën e tyre, por lodhen edhe duke pritur të rinjt që të organizohen. Kështu që koha është valuta më e madhe dhe është mjeti më i mirë në një luftë. Po humbe kohën, je totalisht out. Kështu që ajo kohë po afron, dashur miq, na duhet ndihma juaj e tejskajshme
na duhet ndihma juaj në çdo lloj dimensioni të mundshëm, sepse në qoftë se nuk e bëjnë neve, nuk ka për ta bërë as edhe një lloj njeriu tjetër për ne, as Amerika, as Gjermania, as Zvicra, sepse pushtetarët e atyre shteteve kanë përgjegjësi vetëm për qytetarët e tyre dhe jo për qytetarë të tjerë jashtë jurisdiksionit shtetëror. Ky ishte episodi i sotëm i të premtes. Na ndiqni çdo të premte ora 20:00 deri në 20:15. Varet edhe nga probleme teknike, por shqyr zotit që i kemi rregulluar probleme teknike, ja morëm dorë më në fund. Tani duhet me rregullu vetëm pak problemin e kohës time, që e premtja gjithmonë është me ftesa dhe me gjëra të tjera lart e poshtë. Por mos harroni, na ndiqni, bëni subscribe në Trup Podcast Media Official në YouTube dhe në ACTV në Facebook. E keni faqen me 176.000 followers apo jo? Po. E keni 176.000 ndjekës. Ndiqeni, bëjeni follow në Facebook edhe juve miq Trup Podcastit, cilët nuk e keni ditur më parë. Deri të premten tjetër, mos harroni, dashuroni familjen tuaj, dashuroni veten, dashuroni Zotin, esti përpara dhe mos kërkoni haramin. Natën e mirë. Natën e mirë.